Mirë për e këthime në studiot të ndruar shikuese, në vazhdim flasim për botimet e reja të Institutit të Historisë. Ju edheni që vazhdueshëm prezentojmë botime nga ky institut edhe tashmë janë një sër të tillash që na vinë edhe vërtet edhe më herët e diskutuam edhe pam që janë botime nga më të ndryshmet nga historian edhe autor edhe bashkautor vërtet vepra që tregojnë për të kaluarën tonë historike. Po e shoh një listë të gjatë të botimeve, përndryshe e kemi edhe katalogun që sapo pas ka dalë, dje ka dalë katalogu i botimeve të Institutit të Historisë. Ali Hadri nga periudha 1967 deri më 2025 dhe ishin gati për 200 botime, apo jo deri më tash të këtij instituti, një kontribut sigurisht i jashtëzakonshëm. Ne flasim me drejtoreshën Teuta Shala Pelin, drejtoreshën e Institutit të Historisë Ali Hadri. Pra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. A flasim për të botimin më të ri i cili ka ardhur dje nga shtypi, është fresh. Cilat janë ato ndoshta më të reja historike që janë përmbledhura në këtë libër? Po, dje, ashtu se përmendët edhe ju, ka dalë nga shtypi katalogu. Ky katalog për herë parë është botuar në vitin 2022. Tash është bërë ribotimi i tij, është plotësuar me 33 botime të reja, të cilat kanë dalë prej kohës kur është botuar, domethënë për rreth 2 vite. Instituti është pasuruar me 33 tituj të ri, cili ju kanë bashkangjitë këtij katalogu, cilin e kemi këtu. Katalogu përfshin botime që nga vitin 1967 deri në vitin 2025, janë gjithsej 198 tituj. Kryesisht dominojnë, domethënë, publikimet e punëtorëve, studiuesve të institutit, po edhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm. Në fakt, vazhdueshëm instituti e ka në plan programin e vetë, si thonë, botimin e veprave të reja të historike. Nuk e di nëse keni për shembull një numër të caktuar botimesh apo varet prej dinamikës, varet prej buxhetit, varet prej aktivitetit që ka dhe instituti dhe bashkëpunëtorët e juaj shkencor. Pra si ndodh që futeni në këtë rrugtimin e natyrisht se këto 3 elemente që ju i përmend janë kyçe për veprimtarinë botuese të institutit. Mirëpo megjithatë ne çdo vit kemi ecë shumë mirë sa i përket të veprimtarisë botuese. Numri sillet deri në 15, domethënë brenda vitit rreth 15 botime, duke përfshirë edhe revistën Kosova, e cila del një herë në vit. Është revistë e cila këtë vit ka dalë numri i 49 dhe presim që në vitin 2025 ka fundi vitit ta nxjerrim numrin 50 që është një numër jubileu, po, i asaj reviste. Cilat janë temat më të mëdha historike të cilat janë vendosur që të trajtojnë këto botime të reja? Botimet cilat do të promovohen sot, po për gjithë shikuesit i njoftoj që në orën 11 fillon promovimi i botimeve të veprimtarisë botuese të institutit. Gjithsej janë 16 botime, shumica janë të studiuesve të institutit, po ka edhe të bashkëpunëtorëve të institutit. Sot do të promovohen 9 monografi, ka përmbledhje me punime, ka përmbledhje me studime nga konferencat shkencore, përmbledhje me dokumenta, është revista Kosova dhe katalogu cilën kemi këto në studio. E si bëhet përzgjedhja këtyre temave? Zakonisht studiuesit i paraqesin projektet e tyre në institut, cilat i realizojnë. Realizimi atyre projekte finalizohet me botimin e monografive. A ndodh ndonjëherë që edhe ju si institut pra pikërisht në këtë që po e thotë Delfina, ata munden me dërgu ato temat që në të cilat kanë hulumtuar edhe në të cilat ata kanë interes, pa ndodh që edhe instituti në anën tjetër me shpreh interes për shembull për një periudhë të caktuar historike dhe mandej me marrë komandimin nga historianët, edhe si thonë me ndodh kështu një farë lloj bashkëpunimi? Po përveç domethënë botime të cilat dalin si rezultat i projekteve, instituti boton edhe përmbledhjet me kumtesa nga konferencat. Konferenca mbahet për një tematikë të caktuar ose për një ngjarje të shënuar, pastaj ato kumtesa përpunohen, pasurohen me aparatur shkencore edhe publikohen. Sot i kemi 3 përmbledhje me punime nga konferenca shkencore, një është për rolin e gruas
më thonë çlirimin dhe shëndërtimin e Kosovës, tjetra është për i kushtohet 110 vjetoj të konferencës ambasadorëve në Londër dhe përmbledhja tjetër është si rezultat i punimeve që cilat i kemi mbajt me rastin e 80 vjetoj të konferencës së Bujanit. Do të thonë këto janë 3 cilat kanë ardhur si rezultat i konferencave cilat instituti i ka organizuar. Shumë mirë. Sa do të bëhet promovimi, tha? I 16 Po. Si e keni organizuar, na flesin pak kush do të jetë prezente gjëra të tilla rreth organizimit? Po, tashmë veç kam përfundu përgatitjet rreth këtij aktiviteti, cilën e kisha quajtur veçantë për faktin jo vetëm pse po e promovojmë veprimtarinë botuese, e cila i përfshin titujt që nga prilli vitit 2024 deri në prill të vitit 2025, por sot instituti e shënon edhe 58 vjetojnë e themelimit, prandaj këtë ngjarje të shumë rëndësi për institutin tonë kemi vendosur që ta shënojmë me promovimin e këtyre veprave. Për vepra për hir se është një numër i gjatë i titujt që do të promovohen, do të flet vetëm një recenzent, natyrisht edhe në fund do t'ju japim hapësirë edhe autorëve nëse kanë diçka për të thënë atë promovim. Natyrisht do ta bëj një prezantim shkurt të veprimtarisë botuese, po për ma gjatë për secilin votim do të flasin recenzentët, cilët i shfrytëzoj rastin edhe i falenderoj për punën, për kushtimin dhe bashkëpunimin që kanë pas me institutin, në mënyrë që këto votime të dalin sa më cilësore. Shumë mirë. Mirë, përndryshe pra gjithçka ndodh në amfiteatrin e historisë, Institutit e Historisë Ali Hadri nga ora 11 edhe janë të mirëpritur krejt ata që kanë interes edhe për historinë edhe pasion për libra, me shku edhe me ndëgju atë që thuhet aty pra në promovimin e këtyre veprave që vërtet janë të një rëndësie të veçantë. Nëse i shohim veprat, drejtoresh realisht janë vepra të natyrave të ndryshme, apo jo, gjithmonë historike, po edhe të periudhave të ndryshme edhe të natyrave të ndryshme. Kjo e bën mbase shumë të veçantë këtë katalogun e botimeve të institutit. Po, para se t'ju jap një përgjigje lidhur me këtë, gjithë të interesuar cilët sot do të jenë prezent në këtë aktivitet, instituti në fund do t'i dhuroj disa nga titujt e botimeve cilat ne i promovojmë. Po, ashtu si që thatë edhe jo, në bazë të programit, titujt cilë botohen ose cilat sot do t'i prezentojmë në këtë aktivitet, janë që nga antika deri tek lufta e fundit. Do me thonë, thuja se gjitha periudhat historike cilat i mbulon instituti i historisë janë të përfshira në këtë program dhe do të promovohen sot. Po në bazë të asaj që ju e keni për me këthy dhe njerë të ato temat që ju i potoni të ato ose periuda në për cilat hurimtoni, a ka të zëm një periudhë historike në cilën mendoni që instituti duhet me u thellun basa pak më tepër me anë edhe të studiusve të vetë të brendshëm edhe me anë të bashkëpunëtorëve, në mënyrë që thjesht edhe ajo periudhë historike të me hedh pak dritë rreth asaj. Me hedh dritë në mbi atë periudhë. Natyrisht se gjitha periudhat e historisë kanë atë vlerën dhe rëndësinë e vetë dhe i kanë ngjarje të cilat e kanë karakterizuar, po për momentin për institutin është më rëndësi që ta themeloj departamentin e antikës. Për momentin jemi me një studius që e mbulon këtë periudhë dhe po shpresojmë se me një vullnet mirë ne shumë shpejt do të na lirohen edhe 2 kuota, në mënyrë që me 3 studius ta funksionalizojmë këtë departament. Vërtet kemi nevojë të kemi studius më shumë edhe thellojnë studimet aty ku e kemi bazën edhe të vazhdojmë me studimet deri tek lufta e fundit, cilën kemi filluar me të madhe me mbulu në institut dhe çdo vit ne përveç që botojmë libra të cilat e përfshin periudhën e luftës, tashmë e kemi bërë tradicionale se në qershor çdo herë organizojmë një konferencë e cila lidhet me një tematik për luftën. Në këtë vit ne kemi filluar përgatitjet që në qershor me 3 dhe 4 qershor do ta bëjmë konferencën shkencore ndërkombëtare, e cila i kushtohet është një temë më e veçantë, më specifike, i kushtohet rolit të diasporës për Kosovën. Domethënë rolin që ka pas diaspora që ka luajtur për Kosovën prej vitit 1912 deri në vitin 2008. Domethënë do të vihet në fokus dhe në pak kontributi i diasporës që kanë bërë për Kosovën, mendoj që jemi bërgj asaj diasporës tonë edhe shpresoj që do të na shkon barë edhe do të sjellë rezultate ajo konferenca, do pak do t'ju tregojmë se ne e dimë edhe e mirë kuptojmë atë çfarë kanë bërë për shtetin tonë.
A ka ndonjë bashkëpunim instituti me institucionet të reja ose lidhur me këtë katalog ose me diçka tjetër? Po instituti është i hapur për bashkëpunim. Unë prej momente që ka marrë detyrën e drejtorës në institut, kam qenë shumë e hapur sa i përket nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe memorandumeve. Për momentin i kemi të nënshkruar 7 marrëveshje të bashkëpunimit. Kemi institutin albanologjik, me departamentin e historisë pranë fakultetit filozofik, me institutin e pedagogjisë, institutin e historisë Tiranë, institutin për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore shqiptarëve në Shkup, pastaj me Ministrinë e punëve të jashtme dhe diasporës, me iniciativën për histori gojore, jemi shumë afër në nënshkrimit të marrëveshjeve me autoritetin e dosjeve në Tiranë, me Universitetin e Elbasanit dhe me Institutin e Historisë në Turqi. Jemi shumë afër në nënshkrimit të marrëveshjeve, kemi parafru draftet dhe besoj ndoshta deri ka qëshoj do ta nënshkruaj marrëveshjen. Sa i përket bashkëpunimit, ne kemi bashkëpunim të mirë që po e vreni edhe nga ky program. Sot do të na nderoj me prezencën e tij një profesor shumë i nderuar nga Franca, i cili është recenzent i njërit nga botimet që do të promovohet sot dhe do të jetë pjesë e folësve në këtë aktivitet. Profesori Godard, a? Godard, po. Kristof Godard. Sot do të jetë prezent dhe do të prezenton librin ku është edhe recenzent për Dardane dhe Dardania, një histori e rrëfyer nga autorët antik. Kjo fletot për një bashkëpunim edhe për hapjen e institutit, sa i përket fushës së bashkëpunimit edhe përtej Kosovës. Fakte, kur e përmendet edhe periudhën më të vonshme të historisë së Kosovës, periudhën e luftës, paradoksalisht më duket që, si më thonë, është edhe periudha më e vështirë e shkrimit të historisë. Do thonë dikush mund të mendoj logjikisht se është periudhë freskët, i kemi të gjallë shumë prej protagonistëve, janë këtu faktet edhe kemi shumë ma letë me gjetë se sa me gjurmu për shumë në për arkivat të ndryshme, Turqi në përkrejt Evropën për me gjetë disa dokumente për me shkru për një periudhë caktuar historike. Pikërisht për këtë është ma e vështirë, sepse janë shumë elemente që bëjmë vështirë. Aktuale është gjykata e Hagës, sepse po duhet me pas shumë kujdes sa i përket publikimeve, sepse zakonisht janë të primë. Çdo gjë që po publikohet mi marrë dhe mi përdorë në favorin e vetë, po thamë kushtimisht. Prandaj ne po kemi shumë kujdes në këtë drejtim, pashtu janë gjallë dhe dëshmitarët, duhet me pas kujdes, pashtu natyrisht se na si historian baza kryesore për me zbarnit vërtet historike janë burimet arkivore, prandaj nuk është edhe lehtë me shkru për këtë periudhë sepse duhet me pas shumë kujdes. Akoma nuk janë 30 vjet që ka përfundu lufta, po instituti deri sot ka shku mirë me botimet dhe shpresojmë që ato botimet do t'jenë mirë dhe do t'a vënë anën më të mirë të luftës dhe të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Patjetër, a mundesh me na tregu sa janë qasshme këto botime për publikun e gjerë, apo janë ndoshta dedikuara vetëm për stafin akademik ose? Botimet instituti zakonisht i dhuron për biblioteka, po sa i përket qasit për publikun, ne vitin e kalum bashkëpunim me Albaniken, kemi skanu 29 numrat e revistës Kosova, janë të qasshme 870 punime shkencore, dhe më thonë është një punë shumë e madhe që është bo sa i përket revistës Kosova, janë skanu prej numrit parë që ka dalë në vitin 1972, deri te numri fundit, numri 29 që ka dalë në vitin 2024. Shumë shpejt me Albaniken do ta finalizojmë projektin e radhës, kemi fillu me skanimin e përmbledhjeve me punime nga konferencat shkencore prej vitit 1967 deri në vitin 2025. Do me thonë, gjitha konferencat cilat kemi mbri materialet atyre konferencave t'i botojmë, do t'jenë të publikuara dhe të qasshme, jo vetëm për studius, për gjithë të interesu dashamirët e historisë. Ka me qenë online gjitha? Po, revista Kosova është online, dhe është mirë pritë shumë
për studiusve, studentve, po edhe të botimet cilat i përmanda shumë shpejt dhe t'jenë qashme, jemi duke punu merë kohë, skanimi edhe regullimi materialeve merë kohë, po me gjithat po shpresojmë se brenda aktiviti edhe ky projekt do të finalizot për monografi të shofim. Akoma nuk kemi ndonjë vendim a do të jenë publike online apo jo. Po, digitalizimi tyre do të ishte shumë i mirë, a? Shpresojmë se me kohën do të, po kemi edhe qasja është më lehtë. Kemi fillu këtu ku është kontributi i përgjithshëm i gjithë studiuesve, domethënë Revista Kosova edhe publikimet nga aktivitetet shkencore. Mirë, realisht falim edhe më herët pak a shumë si më thonë shkarazi edhe për krajën financiare. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse nuk e di se ju e keni buxhetin e ndarë në fillim apo aplikoni me projekte. Jo, instituti e kam buxhetin. A e keni buxhetin e ndarë? E kemi buxhetin e ndarë. Kush e ndan buxhetin? Ne jemi me Ministrinë e Arsimit. Po, sa i përket aspektit financiar, instituti qëndron mirë. Nuk kemi probleme financiare. Përket edhe çdo vit po botojmë rreth 15 tituj këtë vit. A do të thonë që keni këtë komoditetin e buxhetit për me promovu, për me botu libra? Po çdo herë ka vend për më mirë, po për momentin mirë jemi. Me këtë buxhet që e kemi ja dalim mirë, i mbulojmë hulumtimet, mbulohen aktivitetet, dhe aktivitetet e kanë kostën organizimi, shtypja e programeve, pastaj studius që vinë, akomodimi për studius, po në përgjithësi kemi jetë me këtë buxhet, ja kemi dalë, zakonisht 6-7, po ka ndodhur edhe 9 aktivitete kemi organizuar brenda vitit, edhe ato e kanë kostën, po ja kemi dalë me këtë buxhet që e kemi. Çfarë ndikimi mendoni se mund të kenë këto botime lidhur me mësimdhënien në për shkolla dhe universitete, lidhur me historinë në përgjithësi? Po në radhë parë, publikimet e institutit janë shumë të rëndësishme për studentët, po ashtu edhe për ata të cilët janë në studime master dhe të doktoratës. Ne në kuadër të marrëveshjes të bashkëpunimit që kemë me Fakultetin Filozofik përkatësisht me Departamentin e Historisë, gjitha botimet që dalim i dërgojmë për biblioteken e fakultetit dhe për stafin e Departamentit e Historisë. Natyrisht se në bazë kërkesave shpeshherë ju përgjigjem edhe kërkesave të studentëve të studimeve master që ju dhurojmë ndonjë titull për cilët ata ju duhet për studimet e tyre. Jo, po du më thonë, a janë shqitja, apo gjithmonë shkon kështu? Jo, ne me qenë se i botojmë me buxhet cilin e kemi ndam nga Ministria e Arsimit, ne nuk i shesim, ndodhë që botimet tona nga njerë janë sidomos të artini, po ne bëjmë këmbim. Dhe me thonë, për mbledhjet nga konferencat, mujmë i dërgu, po marrim libra për biblioteken e institutit. Nuk i shesim, i dhurojmë, edhe kemi furnizu bibliotekat e qyteteve edhe të ndryshmet, po edhe bibliotekat e shkolla, varësisht për kërkesave që na vinë. Dikon, prej vitit 2022 janë furnizu me libra rreth 100 biblioteka. Po, votimet tona shkojnë edhe tek bibliotekat e atyne institucione me cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi, shkojnë në Tiranë, shkojnë në Shkup, në Institutin Albanologjik, Pedagogjik, dhe me thonë me gjitha ato që kemë, po edhe ata e kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit e kemë këmbimin e botimeve. Ku qëndron Instituti i Historisë së Kosovës në raport me Institutin e Historisë së Shqipërisë, sepse në shumë dimensione, në shumë fusha e kemi historinë e përbashkët, sigurisht ne kemi rrugtimin e ndarë, mandej Shqipëria pas pavarësisë edhe ne në këtë periudhën tjetër këndej, po ka plot, si më thonë, tema që janë vërtet të përbashkëta dhe interesi është aty. Në raport të azëm të tillë, ku jeni? Po edhe me institutin, përveç marrëveshjes së bashkëpunimit, ne kemi, në më thonë, vazhdimisht jem në bashkëpunim me ta, sidomos për mbledhjet nga konferencat janë të themi botimet përbashkëta, sepse ka punimet të studiusve nga Instituti i Historisë Tiranë. Gjitha aktivitetet cilat organizohen falë ndihmës dhe kontributit të studiusve nga Tirana, përkatësisht nga Instituti i Historisë dhe vetë institutit, sepse çdo vit spaku 2 aktivitete i organizojmë, jemi bashkëorganizator. Tashmë është bërë tradicionale që të organizojmë edhe në Prishtinë një aktivitet përbashkët, po edhe në Tiranë një aktivitet të përbashkët. Dhe me thonë, është
kontributi i tyre është shumë i madh sa i përket edhe organizimit të aktiviteteve, po edhe veprimtarisë botuese, natyrisht se për periudha të caktuara angazhojmë recenzent nga Instituti i Historisë Tiranë. A qëndrojnë mirë dhe tha me buxhet si ju? A kanë buxhetin stabil? Nuk e di për buxhet, po në në botime, për momentin instituti jonë ka ecë mirë dhe ka botu prinë me botime. Ata ka pas një fazë, kanë kalu në kuadër të akademisë dhe është ajo faza e konsolidimit, ndoshta edhe kjo ka ndiku, për ndryshe i kemi bashkëpunëtor dhe partner shumë të rëndësishëm në realizimin e veprimtarisë botuese dhe aktiviteteve të institutit, çka dhe i falenderoj. Faleminderit shumë. Faleminderit për të shpjegime. Faleminderit edhe për Edhe ju shkov barë, edhe njerë sot në orën 11, pra në amfiteatrin e Institutit të Historisë Ali Hadri, bëhet publikimi i 16 botimeve të reja, po jo, të institutit, edhe janë të mirë pritur kretë ata që juve që janë studiues, historian, student, por edhe të tjerët që janë thjesht pasionant adhurues të librit edhe të historisë specifikisht. Mirë, për pak